Të dashur miq të televizionit Nova, studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje. Për dallim prej emisioneve të tjera ku në fokus kemi pas çdo herë aktualitetet politike, kësaj radhe kemi vendosur që vetëm disa orë para fillimit të kampionatit të futbollit këtu në Maqedoni t'ja kushtojmë këtë emision dhe t'ja dedikojmë kryesisht do të thotë ligës së parë të futbollit në vend. Për të diskutuar në këtë temë kam të ftuar 3 mysafir me të cilët do të diskutojmë për aktualitetet në sport. Musafir janë Muhamedi Sejini nga klubi futbollistik Renova, zotëri Sejini, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Gjithashtu në anën time të djathtë kam Hysein Demirin nga klubi futbollistik Shkupi. Zoti Demiri, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën në studio. Faleminderit për ftesën. Ndërsa në anën time të majt kam Leonard Kallabën, do thotë ish futbollisti i Shkupit dhe disa skuadrave tjera të Maqedonisë dhe aktualisht i transferuar në kampionatin e Kosovës. Zotëri Kallaba, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Nasi që ju kam në studio. Çka thot futbolli i kosovar? Futbolli kosovar është, më thonë tash, është në rritjet e sipër. Për momentin është duke shku në kakët të dur dhe shpresoj që për disa vite do të arrijë atje edhe ku i kanë qëllimet e veta. Zotëri Sejini, po fillojmë për juve, ekipi i Renovës, do thotë këtë vit do të fillon disi me ambicie pak më ndryshe. Keni marrë shumë seriozisht këto edhe përgatitjet, treguni gjë të tillë. Tregoni së pari si vlerësut ato përgatitjet, si ishin përgatitjet e ekipit Renovës, çka morët si përforcime, çka liruhet e kështu me radhë. Po, patëm një periudhë mjaft të vështirë, them të drejtën. Përgatitjet kalohen mjaft mirë, besojmë që jemi të gatshëm për fillimin e kampionatit, i cili është ditën e nesërme. Si përforcime kemi aktualisht 3 lojtarë, Velinovin, Petkovskin edhe Liridon Iliazi, kurse gjithashtu shkuan me sa di 3 lojtarë. Lavdrimi i cili u transferua në Kosovë, Bunjamini në Shkup, edhe Murat Adili gjithashtu edhe ajo është në Kosovë. Se i përket Renovës, ambicjet tona janë që të jemi në pjesën e lartme të tabelës, pasi si që shifni tani jemi në mesin e artë, dhe me thonë nuk jemi shumë larg vendit të tretë, mirë po nuk jemi edhe shumë larg ekipeve që janë për mbjetesë. Tani fillimi kampionatit do të diktoj tempon se në cilën anë do të shkojmë, mirë po ambicjet tona, përgatitjet të cilat i bëm, i kemi të gjitha për të shkuar sa më lart që mundemi. Dhe Demiri, vjeni prej ekipit të Shkupit, prej Shkupit do thotë një ekip çdo herë që ju ka bë pengesë, do thotë edhe ekipeve më të mëdha. Tregoni se si kanë rrjedhur këto faza përgatitore, si jeni përgatit, keni sjell do thotë risi? Siç e dini, gjysmë sezonin e kaluar patëm vështirësi. Këtë vit banëm ndryshime në stafin teknik. Trajneru u emërtua Ardian Uiu. Sa i përket përgatitjeve, përgatitjet i zhvilluam në Ohër, zhvilluam disa kontrolluese mjaft të vështira kundër Renovës, kundër Krupës së Bosnjës, të cilët ishin vendin e tretë në Superligën e Bosnjës, kundër Barase Çaçakut. Këto ishin ndeshje, themi, mjaft të mira për ta kontrolluar vetën ku jemi. Gjatë përforcimeve, do thotë cilët futbollistë kanë ardhur për ta rikujtuar opinionin edhe një herë? Po, këtë afat kalimtar erdhën Jasir Hasani prej Vardarit, Sedat Berisha u kthye pas 6 muaj te ne, është përforcimi i madh për mbrojtjen tonë. Bunjamin Shaban nga Renova, gjithashtu edhe ai përforcimi i madh për linjën ofenzive. Fatih Ismaili nga Vllazërimi. Mendoni që me këto përforcime ekipit do të merr atë fizionominë e duhur për të arritur ato synimet të cilat i keni? Gjatë ndeshjeve e pam se këto do të jenë shumë përforcime, themi, përforcime të duar që do të na ndihmojnë të ngritemi sa më lart. Zoti Kallaba, vjeni prej një kampionatit të Kosovës, mirë po gjatë kohë keni luajtur edhe në kampionatin e Maqedonisë. Nëse bëjmë një paraspesh kampionatin e Kosovës dhe të Ktujtës, cili është dallimi? Pse atje tash po shifat ai ekspansionin në futboll, do të thotë pas antarësimit të Kosovës në FIFA dhe në UEFA? Po,
Dallimi mes kampionatit Kosovës dhe kampionatit Maqedonisë është vetëm të them një infrastrukturë pak më e madhe këtu tek ne, sepse ata siç e theka edhe më herët janë në fillim e sipër të këtij sporti. Tash janë pranuar definitivisht nga FIFA nga UEFA dhe besoj që do të ketë domethënë në rritjen e nivelit në futbollit, sidomos i shoh edhe disa futbollistë për këtu që vetëm e kanë bërë një hap që të marrin pjesë në futbollin kosovar, në disa skuadra kosovare. Dhe kjo tregon se niveli në futbollin kosovar është duke u rrit dhe shpresoj që me vitet, domethënë ndër vitet, të jetë edhe në nivel sa më të madh. Zotëri Saini, pjesën e parë të kampionatit Renova e mbaroi ashtu si e mbaroi, poziciononin në vendin e 6 në tabelën e klasifikimit. Tash ambicjet disi janë pak më ndryshe, tentoni çdo herë të kapni atë mesin e 4-ve më të mirë, të cilat sigurojnë ndoshta edhe vend në Evropë. Tregoni si do ta pritni pjesën e 2 të kampionatit, a ju japin shpresa do të thotë për një dalje prapë në Evropë? Tash po ta shohim tabelën përsëri, jemi minus 5 pikë prej vendit të 4, minus 6 prej vendit të 3. Gjithçka varet prej fillimit të kampionatit, domethënë nga dita e nesërme. Po të korrim një fitore në Shqip me 3 pikë të kthehemi prej atje, besoj që do të jetë një fillim i kampionatit i mbarë dhe ambicjet do të jenë tjera. Mirë po tash edhe më herët që ne jemi të gatshëm për Europë, mirë po ajo nuk varet vetëm prej neve, do të shohim edhe ekipet tjera, mirë po gjithmonë nuk do të shohim vetëm lart, po edhe poshtë. Pasi që po të shohësh mirë, nuk jemi edhe shumë larg edhe prej ekipeve që gjenden në pjesën e poshtme të tabelës. Do thotë shihet një baraspesh i gjitha ekipeve, po thjesht. Kur jemi tek ekipe tjera, duhet të analizojmë këtu që i keni para jush, do thotë edhe si Leksin, Rabotniçin dhe Pelisterin. Sa keni informacione, sa janë përgatitur ato, sa kanë marrë përforcime? Po informacionet i kemi, pasi siç e dini, Pelisteri, Rabotniçi edhe si Leksi, të 3 ekipet ishin në Antalya ku ka kushte mjaft të mira për përgatitje të lojtarëve. Kanë zhvilluar ndeshje mjaft të forta dhe besoj që janë të përgatitur maksimalisht. Mirë po duke u bazuar në kampionatin që kaloi në gjysmëvjetorin e parë, unë them drejtën, jam i sigurt se të 3 ekipet i kemi dominuar në lojë. Domethënë nuk janë asgjë më të mirë se ne dhe besoj që do t'i dominojmë edhe në pjesën e mbetur të kampionatit. Po. Dhe Demiri, Shkupi do thotë gjithashtu disi është në atë mesin e hartë të tabelës, jo larg do thotë asaj pjesës ku rrezikohen skuadrat, mirë po jo edhe larg skuadrave të cilët mund të kapin atë hapin për në Evropë. Cilat janë ambicjet? Keni bani një pasqyrë tash se ku është Shkupi? Siç e theka edhe më herët, gjysmë sezonin e kaluar patëm disa vështirësi, disa rrethana cilat jemi 1 pikë nga mbijetesa. Mendoj që me përforcimet që i kemi marrë, nuk do ta kemi problem mbijetesën. Nëse na jepet shansi, atëherë do ta provojmë edhe Evropën, pse jo? Gjithçka është e mundur. Gjithçka është e mundur, pasi nuk ka shumë pikë, pasi që e dim se Vardari dhe Shkëndija janë në gjysmëfinale të kupës, edhe hapet hapësirë edhe për vendin e 5 për Liga Evropë. Leonard, thash që vini prej kampionatit Kosovës, tregon me për momentin jeni tek ekipi i Vllaznies nga Pozherani, i cili garon në ligën e 2 të Kosovës. Tregon cilat janë ambicjet e klubit, çka thonë skuadrat kosovare, si janë atje pretendimet, si shkojnë atje ato rangimet më lart, më poshtë. Futbolli kosovar për dallim nga futbolli maqedonas, domethënë në renditjen tabelare dhe në inkuadrimin ligën e parë, ligën e dytë është një dallim sepse këtu tek ne në Maqedoni vetëm një ekip domethënë merr pjesë në barazh, ndërsa në Kosovë 2 ekipe. Ne për momentin jemi në vendin e 4, i cili aktualisht çon në barazh për inkuadrimin në Superligën Kosovare. Ambicet e klubit, domethënë edhe me përforcimet që i kanë bë, edhe me punën që janë të e bë me zgjedhja e re e kryesisë dhe në aspektin financiar, është domethënë ambicet janë që të inkuadrohet në Superligën Kosovare. Edhe pse nuk është shumë dallim i madh, edhe vendi i dytë që domethënë inkuadron, merr pjesë direkte në inkuadrimin e Superligës, por
Më shumë gjasa kemi nëpërmjet barazhit se sa në inkuadrim direkt. Leonard, nuk jeni futbollisti i vetëm shqiptar, do të thotë prej Maqedonisë, i cili jeni transferuar atje, ka shumë futbollistë, sidomos këtë afat kalimtare. Tregom ku kryesisht janë përqendruar këto futbollistë dhe cila nga ekipet do thotë ka atë frymën që ka bërë transfere më të bujshme, do thotë, dhe i cili mund të kap atë hapin për daljen në Evropë për herë të parë. Në futbollin kosovar në Superligë do të filloj prej Ferizajit, janë transferuar 5 lojtarë prej kampionatit me gjithë trajnerin, domethënë janë 6. Është Dardan Miftari portier, Lavdrim Skenderi i cili prej skuadrës Renovës bëri transferin atje, është Milan Ristovski nga Makedonia, Gjorgje Petrovi më duket, Beluli është një më duket nga Gostivari, është edhe një djalë bardhi i Shkupit, pa i ka një pjesë pak më gjatë është atje. Pastaj Liria Prizrenit ka 2 futbollistë, Florent Osmani nga Shkupi dhe Buran Aliu nga skuadra e Romilkut. Është Drita Gjilanit që ka bërë, domethënë për momentin është një emër i madh në futbollin kosovar, është Nderim Nexhipi. Pastaj jemi mos ta harroj edhe Trepça Testenant ka marrë trener prej Shkupit, është ish trajneri i Shkupit Zekiria Ramadani. Pastaj në ligën e dytë unë jam futbollist atje, është Shaban Sulemani dhe Jasir Bajrami portier. Edhe skuadra e Vitis, e cila garon në të njëjtën ligë me Pozharanin dhe i kanë të njëjtat aspirata, synime domethënë për inkuadrim në Superligë, për barazhin luftojnë, është Minas Osmani, Ertan Hasani. Do thotë shumë futbollistë të cilët Është një numër dikon 15 vetë me gjithë trenerat, 15-16 vetë kanë kaluar prej futbollit tonë në futbollin kosovar. Për posa asaj që do të ngrisin kvalitetin e futbollit kosovar, kanë dobësu do të thotë ligën tonë apo janë zaventu ato me... Po, në thënë drejtë nuk jam shumë rrjedha këtu me transferimet ekipe që kanë bërë të kanë bërë, po më duket një pjesë e lojtarëve që kanë shku prej këtu më duket se edhe ndoshta, them, mos them 100%, po them ndoshta e kanë dobësuar skuadrat, disa prej skuadrave të cilat kanë qenë pjesë dhe i kanë përforcuar shumë skuadrat të cilat tani janë pjesë të atyre skuadrave. Zotëri Saini, ekipi Renovës së bashku me Shkupin do thotë janë përgatitur këtu në Maqedoni, nuk i kishit ato ekskluzivitetet të cilat i kanë ekipet më të shtrejta siç janë Vardari dhe Shkëndia për të përgatitur diku në Antali. Mirë po këtë vit do thotë kishte numër rekord të ekipeve nga Maqedonia të cilat u përgatiten jashtë vendit. Sa do të ndihmon kjo në aspektin tekniko-taktik do thotë përgatitjeve të ekipit për të filluar një kampionat, edhe pse fillimi çdo herë është i vështirë? Me thonë, gjithë e dim, futbolistët cilët kanë luajtur futboll e din që përgatitjet jashtë shtetit janë shumë më mirë se këtu. Mirë po Renova historikisht edhe kur ka qenë shumë më e fortë financiarisht, përgatitjet i ka kryer në Ohër. Do me thonë, si bazë e Renovës njihet Ohri dhe s'ka patur asnjëherë problem. Gjithashtu këtë vit edhe në Ohër mund të themi se në hotelin ku ishim ne kishte 5 ekipe, duke nga Serbia, Bosnia, Malizi, do me thonë edhe Ohri ka kushte ku mund të zhvillojsh përgatitje të mira cilësore. Nuk janë në atë nivel si në Turqi të cilët janë mirë, po nuk është keq. Keni zhvilluar ndeshje miqësore me këto ekipet? Po, kishim ndeshje miqësore me Malazezët, gjithashtu luajtëm edhe me ekipin Krupa të cilën luajti edhe Shkupi nga Bosnia, edhe kishim miqësore tjera ishin me ekipet tona, si me Shkupin, Gjorçen. Rezultati definitivisht ka qenë në plan të dytë. Sa jeni të kënaqur nga ajo paraqitja e ekipit? Po, gjithë e din lojën tonë e cila bazohet në pasimet të shkurta, në pasimet të shumta. Nuk jemi ekip i cili lozi me topat të gjatë, do me thonë ajo pjesë është dal nga dal duke ardhur, nga ndeshje në ndeshje po përmirësohet dhe mund të them që jemi në rrugën e duhur. Cilat ishin rezultatet e cilat e arritët? Po, kishim rezultate negative me Malazezët, edhe pse në pjesën e fundit rezultati ishte 4-0, mirë po kjo ishte si pasojë ndrimit të ekipës, ku në 30 minutat e fundit morëm 3 gola. Pastaj me Shkupin fituam 2-0, me Gjorçën patëm 2 ndeshje, një barazim 2-2 dhe një fitore 3-1. Prej Krupës patëm një humbje 2-1 dhe në fund ishte një ndeshje me Novacin ku shënuam një barazim 1-1. Në atë aspektin kvalitativ me ekipet të cilët vishin nga Bosna, nga Serbia, nuk keni pa dallim të madh? Jo, them vërtetën, mund të them lirisht që s'kishte asnjë dallim.
ndoshta ana fizike. Disi ishte ajo e cila shihet, kurse gjërat tjera janë të njëjta. Mund të them se ishim shumë më mirë në anën futbollistike, domethënë në luajtjen e topit. Shumë më lart ishim se ekipet atje. Pasi ata shumica e kishin pikën e tyre të fortë, vetëm anën fizike, domethënë luftën pa top. Dhe Demiri, gjithashtu edhe Shkupi zhvilloi përgatitjet këtu në Maqedoni. Tregom ku ishit stacionuar, sa ndeshje miqësore luajtët, sa ishit të kënaqur me ato ekipet të cilat u përballët. Për dallim nga Bardari, Shkendia, Peliseri, Rapuniç, po si vetë edhe si Leksi ishin në Antali, mund të themi kam pak përparësi për nga ndeshjet kontrolluese që kanë mundësi më shumë për zgjedhjen e kundërshtarëve më të fortë. Por si vetë ne edhe Renova ishin në orë, mendoj që kemi pas kushte shumë të mira për të punu, për zhvillu ndeshjet ku kishim shumë ekipa të forta. Mendoj që si pas lojeve që kemi treguar, jemi shumë të kënaqur në aspektin taktik, siç e dini që ekipën tonë cilëson bashkimi i ekipës, atmosfera në ekip. Mendoj që jemi shumë të kënaqur me rezultatet. Kemi 4 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje për Renovës. Cilat ishin ato ekipet me cilat u përballët, të cilët kanë ndonjë farë emër këtu, pakundërisht territoret e Jugosllavisë? Luajtëm me Krupën, siç e përmendi edhe Meti. Ato i fitum 3-2. Ishte një lojë mjaft e mirë. Me Borac Çaçakun e Serbisë, i fitum 3-1. Novacin e fitum 2-0. Makedoninë e Gjofshe Petrovit 2-0 dhe edhe për Renovës kemi humbur. Demir, tash ekipi i Shkupit ka ndru, thamë edhe trajnerin ka ndru. Ka ndiku ajo këtë atmosferë pozitive dhe rezultatet e cilat i keni shënuar tek ndrimi i trajnerit, apo ka qenë vetë motivimi i futbollistëve? Mendoj që ka ndiku pak, pasi deri vitin e kaluar ishim edhe kolegë me Ardian Ujio. Ai shumicën e 90% të futbollistëve i njeh, di çfarë kërkojë prej neve, i di kualitetet tona, andaj mendoj që ka ndikim edhe trajneri. Ka ndryshuar shumë në atë skemën e formacioneve, si ka zhvillu ato, si ka paramendu ato gjona, ka ndryshuar nga trajneri tjetër? Formacioni s'ka ndryshuar, por sa i përket motivimit, na e bën ta nxjerrim maksimumin nga vetë. Dhe Kallaba, ku ishit ju në përgatitje, si ekipet kosovare i kanë kalu këto përgatitjet? Ishin diku jashtë apo kryesisht këtu në për rajon? Ne, për dallim nga futbolli Maqedonas, jemi ende në fazë përgatitore, sepse atje kampionati fillon pak më vonë me 4 mars. Ekipet e Superligës, domethënë Feronikeli, i cili është aktualisht në vendin e dytë më duket në tabel, por në kampionat, edhe Trepçat e Theran kanë qenë në Antali, ndërsa ekipet tjera stacione kanë më shumë vendet Bregdetin shqiptar, domethënë Durrësin edhe Ulqinin në Malë të Zi. Po edhe ekipet e Ligës 2 ku ne garojmë, edhe ato disa ekipe janë ende në Durrës. Dhe në besoj që edhe ne do të shkojmë në Durrës, po edhe mos të shkojmë diku jashtë vendit përgatitje, kushtet momentalisht i kemi. Pak të shtira janë, po mundohemi me ato që kemi të përgatitemi. Synimet e vllaznisë janë sigurisht se për të arritur një vend për vllaznimet e CK dhe Merret është, domethënë për momentin jemi në vendin e 4 i cili çon në barazh. Synimi është barazhi, po pse jo edhe vendi i dytë i cili inkuadron kualifikim drejt për drejt në Superligën kosovare. Zotëri Husseini, për të pas një kampionat cilësor, sigurisht se duhen edhe kundërshtar cilësor të kesh. E potencum do thotë se në atë aspektin organizativ, Pelisteri, Rabotniçki, si Leksi kanë pas një lloj ngritje, po Bejta gjithashtu. Sa ky kampionat do të jetë, apo pjesa e dytë e kampionatit do të jetë më cilësore, dhe sa shikuesi do të kenë interesim për të ndjekë ndeshje më të forta? Them drejtën, gjithmonë pjesa e dytë e kampionatit është më e vështirë, pasi gjithë kanë nevojë për pikë.
Do me thonë do të jetë një kampionat mjaft interesant në këtë stinor pranveror, pasi si që dini ekipet janë mjaft afer me pikë. Do me thonë si në pjesën e epërme të tabelës, po ashtu edhe në pjesën e poshme. Besoj që do të jetë një kampionat i mirë për si dhe të ketë tifoza sa më shumë, pasi që futbolli luhet për tifoz. Do t'i kthejmë publikut pa dyshim për shkak se për ato zhvillohet gjithçka mirë, po ato si kemi në për tribuna, një gjë të tillë nuk e ka problem Shkupi si duket. Do t'i keni prapë ato shfercerat me vete si zakonisht, mirë po edhe stadiumi plot e për plot. Po, ajo dihet. Në çdo ndeshje e kemi përkrahjen aty. Mund të themi që lojtarët 12 janë shfercerat. Atëherë i falenderoj shumë për krahjen që na japin gjatë lojave, gjatë momenteve të vështira që i kemi pas, nuk na kanë lënë vetë asnjëherë dhe besoj që do vazhdojë kështu. Demiri, sa kemi kundërshtar adekuat në atë aspektin, do thotë që zhvillon ndeshje të forta, ku shikuesit do të kënaqen të shohin, do thotë një futboll cilësor. Mendoj që këtë vit ekipet kanë bërë lëvizje shumë të mira, janë përforcuar shumë, pasi edhe nuk ka dallim pikë si në anën e lartë, edhe pjesën e poshtme të tabelës është. Ashtu që ekipet janë përforcuar shumë dhe mendoj që do të ketë shumë ndeshje kualitative, që edhe për shikuesit, publikun do të ketë çka me pa. Shpresojmë që të kthehen ato nëpër stadiume. Leonard, si është problemi i shikueshmërisë në Kosovë? Janë stadiume të plota për plot? Edhe atje ka shumë. Edhe atje, domethënë jashtëzakonisht ndjekim futbollin, edhe kur ka qenë, domethënë kampionati i papranuar nga FIFA, po sidomos tash është pranuar dhe kanë për çka të garojnë ekipet. Kemi Trepça në Mitrovic ka shumë tifoz. 2 skuadra Gjilanase, Drita dhe Gjilani kanë tifoz tepër, Prishtina po ashtu ka tifoz, e tash mos i numëroj gjitha, po prej 12 skuadrave të cilat janë, besoj që 10 skuadra apo 11 kanë tifozëri edhe publik të masë. Leonard, do të shifet për shkak se nga shqiptarët këtu përcjellet shumë edhe futbolli kosovar. Mendon që do të jetë një baraspeshje e ekipeve të cilët do të synojnë ato daljen në Evropë për herë të parë, për shkak se vitin e kaluar nuk patën mundësi të dalin për shkak ative probleme administrative të cilat i patën. Si vjet do të thotë është një gare pa kompromis si duket e ekipeve të cilët do të garojnë për të kapur një hap për të dalë në Evropë. Shumë është interesant për momentin, domethënë kjo pjesa e dytë që cekë dhe meti, sepse gjithë luftojnë për pikë, gjithë ekipet kanë nevojë për pikë. Pjesa e përme tabelës, domethënë prej vendit 5 te vendi i parë që janë, gjithë janë afër dhe luftojnë për 2 vendet e para që çojnë në Evropë, po mos ta na shkaloj edhe pjesën e poshtë me tabelës, domethënë prej vendit 6, 7 te vendi i 12, edhe ato gjithë luftojnë për mbijetesë ose për ikje sezonës rrezikimit që për barazh apo për rënje nga liga e parë. Futbolli besoj që do të jetë shumë interesant, po tash sa do të jetë interesant, ndoshta do të jetë edhe pak monoton, sepse secila ekip ka nevojë për pikë dhe besoj që do të taktizojnë, sepse secila pikë është mund të them e vlefshme, po edhe çdo ndeshje si për pjesën e lartë me tabelës, si për pjesën e poshtë me tabelës, çdo ndeshje është finale për ta. Për shkak se në Kosovën e dim zakonisht për cilësinë në basketboll të cilën e kanë pas, dhe atë vlerësimin çdo herë synimi kryesor ka qenë basketbolli, si vjet si duket janë kthy nga futbolli. Si vjet, po, më shumë, domethënë edhe në kohën e kaluar edhe basketbolli edhe handbolli kanë qenë domethënë pak parim të parë kanë qenë sport, për momentin basketbolli edhe ende vazhdon të jetë pak sport i vlerësuar, por jo sikur ka qenë në vitet e kaluara, tash epitetin e ka marrë futbolli. Dalja ndoshta në skenën ndërkombëtare, ligën ballkanike të cilat i kanë zhvilluar ato ndeshjet, sidomos Peja dhe Prishtina kanë bërë atë eufori në ngritje, Trepça sidomos ishte ajo koncentrimi më shumë në basketboll. Po. Zotësini, ta themi një pikë zezë, ndoshta në gjithë atë ekipin e Renovës është ajo shikueshmëria. Nuk njiheni, do thotë se jeni një ndër ekipat të cilët i keni stadiumet plotë për plot. Pse kjo? Keni qenë kampion i Maqedonisë, keni dalë në skenën ndërkombëtare disa herë, pse nuk arritët këtë segment ta prekni sa duhet? Si që dini, Renova rrjet nga një vend i vogël apo nga një fshat i Gjepçisht, edhe do me thonë vendi është i vogël edhe s'mund të ketë më shumë tifoz. Kurse pjesë tjetër e Tetovës dihet që janë tifoz të Shkëndijës.
Këtë gjë e vojmë shumë gjatë, ekipi i Renovës e vojnë shumë gjatë, pasi që dihet që është ndër ekipet më pak të shikuara në shtëpi, mirë po s'kemi që të bëjmë. Ajo nuk mvaret nga ne. Mirë po kënaqësia ka qenë e gjithë shqiptarëve kur shohim do thot një ekip kur bën rezultate shumë të mira. Normal, ka ndeshje edhe kur ka më shumë shikues, pasi që vinë tetove e don futbollin. Do me thonë nuk dallojnë Shkëndin apo Renovën, ka që vinë e shikojnë. Mirë po nuk është ajo çka duhet, do me thonë nuk janë tifos tanë 100%. Ata tifos neve na mungojnë. Është thot një handicap për vetë futbollistët për të treguar atë lojën cilësore. Është pasi si që dini motivimi i publikut më varet shumë. Do me thonë të jep krah si lojtari 12 në fushë që njihet gjithmonë. Zoti Demiri, ekipi i Shkupit thamë se nuk i ka problem mbushjen e stadiumit. Mirë po tash kampionatin, pjesën e parë të kampionatit keni qenë shumë të vizituar nga shperserët edhe në lojat të cilat i keni zhvilluar jashtë fushës. Sa kjo ju jep ata pjesën motivuese, apo keni ndoshta një barë përgjegjësie më shumë kur jeni më të përcjellur? Normal, shperserat, themi që gati secilin lojë na kanë përkrah, edhe do të na përkrahin besoj. Dhe kjo kur lojtari për vetë lojtarin kur i shef që e ka armën lojtarin e 12 jashtë fushës, do thonë në tribuna, atëherë mundohet që ta jep maksimumin nga vetja, atëherë besoj që kjo gjë do të vazhdojë edhe këtë gjysmë sezon dhe do të ishte probleme loja më të mira dhe me inkuadrim sa më lart tabelës. Leonard, çka thonë ato statistikat se futbolli kosovar tash rangohet, do thot edhe në atë aspektin e përfaqësuesë, do thot jashtëzakonisht shumë mirë, do thot ka marrë një hap zhvillimi, apo reflekton ajo në atë si në seleksion ashtu edhe në ekipat ai zhvillimi i futbollit në përgjithësi në të gjithat edhe në shkollat e futbollit, apo vetëm është koncentruar liga e para e dyta? Normal se ka normal që se reflekton edhe e ceket edhe ju se përfaqësuesi i Kosovës ka një hap të madh ka bërë, duke di se është pranuar tash është domethënë kombëtare e re që është në familjen e madhe të FIFA-s, ka bërë një vend shumë të mirë në rank e cila më duket se është mos të gaboj, një vend më duket para Maqedonisë. Maqedonia më duket është 166, Kosova më duket është 165, sa arrita dje apo pardje e lexova me një artikull. Normal edhe kombëtarja e ka bërë që e ka bërë atë hapin që ekipet të koncentrohen prej moshave të vogla, domethënë jo vetëm të bëjnë investime të huaja apo të blejnë lojtarë për jashtë, po të punojnë edhe në shkollat e futbollit që i kanë ekipet dhe të prodhojnë futbollistë për ta kenë një talë pak më të mirë, si për kombëtar ashtu edhe për ekipet e tyre. Nuk është vetëm ne e dimë se futboll duhet investohet, duhet të mirët lojtarë, domethënë me kvalitet se po nuk do me thonë që çdo herë me çdo kusht të mirët lojtarë jashtë. Nëse kualiteti i lojtarit që cilin e merr prej jashtë është i njëjtë apo i barabartë apo 5% më i madh se lojtari vendor, unë personalisht për vete do të kisha dhënë hapësirë lojtarit vendor se sa lojtarit huaj. Edhe paguhet më shumë, edhe ka argjime më shumë, po edhe e bën një hap mbrapa për lojtarin i cili është lojtari i shkollës futbollit të ekipit përkatës. A mendoni që në Kosovë kanë ndikuar edhe përfaqësuesja e Shqipërisë, e cila u kualifikuar në kampionatin evropian, edhe ajo kanë ndikuar një pjesë e motivimit të shtu pjesë e atij mozaikut, ta themi? Duket se ajo është motivimi kryesor. Duket se është motivimi kryesor, po ju e përcjellim, ju si gazetar, po ne si futbollistë përcjellim edhe futbollin në Shqipëri. Mos ta teproj, po 50% skuadrave, minimum nga 1 nga 2 lojtarë kanë në skuadrat e tyre prej futbollit kosovar. Domethënë, kjo tregon që cilësia e futbollit kosovar si individ apo si lojtar apo si talent, është në nivel, po e ceka më herët pak infrastruktura, pak kushtet e kanë bërë, domethënë që të dallon prej kampionateve tjera, po thash se ka filluar një hap shumë i madh në infrastrukturë, në fuqat sportive, në gjitha atë pjesën që i takon futbollit. Po çka është më interesant, harova ta cek më herët, futbolli kosovar ka kontratë me televizionin duket digital dhe çdo ndeshje që luhet, ata e kanë transmetim drejt për drejt
televizion, e cila gjatë të na nuk është. Atje lu ndeshje të premten, një ndeshje të shtunën, një ndeshje të diellën, një ndeshje të hanën. Domethënë çdo ditë ka futboll dhe çdo ditë është në transmetim direkt në televizion. Gjë e cila këtu mungon shumë, edhe pse jemi shumë përpara, domethënë me futboll që jemi të pranuar në FIFA dhe UEFA, këtë gjë këtu të ne nuk e shoh dhe nuk besoj që një kohë të caktuar do të bëhet. Zotëri Seni, këtë që përmendi Leonardi e kisha edhe pyetje të radhës, do thotë sa mediumat janë përqendruar, do thotë që të kemi, se edhe ne kemi atë pjesën e përgjegjësisë tonë që të kemi, do thotë një kampionat cilësor, ekipet tona të zhvillojmë. Sa janë të koncentruara mediumet, do thotë në këtë aspekt, në zhvillimin e futbollit në vend? Them drejtën 50% të futbollit varet nga mediumet. Do me thonë, mire përmendi Leonardi, mund të marrim shembull e kemi Shqipërinë, sa para neve janë. Ku bëhen analizat ditore? Bëhen analiza, këtu në Maqedoni kemi vetëm një gazetë sporti, e cila është në gjuhën maqedone, do me thonë është e vetmi, nuk ka konkurrent. Ai mund të bëjë çfarë doj. Çfarë shkruaj, ai gjithë do i besojnë se është vetëm një. Kurse kur është në Shqipëri ke 5-6 gazeta sporti. Ke në emisione ke analistë të cilët janë për atë punë, jo t'jape analistë kushtëmërie. Do me thonë kjo pjesë mungon shumë. Emisione gati tani kanë filluar, po përhapen dargandal në Maqedoni emisionet të sportit, mirë po shumë gjatë kanë munguar ato. Gjithashtu duhet një emision të ketë posaçërisht me analizë për çdo ndeshje të Ligës së Maqedonisë. Ndeshjet të transmetohen. Ne kemi një ndeshje, më duket në javët edhe ata e kemi ose kemi, nuk e di. Pasi siç e di se di kush i ka të drejtat ekskluzive. Jep vetëm në ndeshje edhe atë jep vetëm Vardarin ose Rabotnishin kur lojnë në shtëpi. Pasi që nuk guxojnë të dalin nga Shkupi. Se Edion nuk ka, po vetëm Federata e Futbollit që ka kamerat dhe lëshon ndeshjen drejt për drejt, duket në internet, në YouTube, po kështu televizion nuk e di kush i ka të drejtën. Si të Tereshja, se di cila e ka. Mirë po ajo e ka të drejtën vetëm Rabotnishkin ose Vardarin. Do me thënë janë Shkupit nuk guxojnë të hapin ndeshje. Që është një mungesë, një handicap, të themi ashtu për... Po dhe nëse ipët jashtë Shkupit, ipët ajo ekipa e Shkupit, se nëse është Vardari lunë me Shkëndijën, ose Rabotniçki me Shkëndijën apo me Renovën. Dhe më thonë, pa tjetër duhet jetë një ekip e Shkupit në transferim direkt. Kjo pjesë i mungon shumë sportit në Maqedoni dhe shpresojmë që dën ngadalë do të përmirësohet dhe do të vijë aty ku duhet. Po dyshim se ne gazetarët kemi atë përgjegjësinë tonë për shkak se nëse i ndjekim ato emisionet të cilat i zhvillojnë në Shqipëri dhe në Kosovë, mirëpo sidomos në Shqipëri, mediumet gjëra gjatë do thotë zhvillojnë debate të tëra, do thotë për 2 ditë apo 3 ditë, me analistë të ndryshëm, me futbollistë, me kështu gjëra, do thotë për çdo ndeshje veç e veç. Do të analizohen edhe detajet më të vogla. Një gjë e cila më ka rënë në sy, tash po fillojnë të vendosin në për ato atletet e futbollistëve, të vendohen disa qipa të cilat do të matin se sa një futbollist do të bën atë vrapimin. Kjo është do thot një teknologji të cilën e përdorin do thot në ekipet më zhvilluara evropiane dhe këtë po fillon tash edhe futbolli kosovar. Se Demire, ku jemi mediumet? Ndoshta është një moment për të na kritikuar ndoshta edhe neve mediumeve. Normal, kemi pak mungesë këtu në futbollin tonë në Maqedoni. Por mendoj që mediumet kanë ndikim shumë të madh në futboll, si për ngritjen e kualitetit, ashtu edhe për rritjen e lojtarit. Promovimin e futbollistëve. Pasi që gjatë emisioneve, për shembull në Shqipëri kur bëhen analizat më të vogla, detaje më të vogla, atëherë edhe vetë futbollisti mundet me mësue ku i ka gabimet, ku mundet vetëm me marrë mësim, mu përmisu prej. Atër mendoj që na mungojnë këtu të ne, por besoj që të përmisohet. është përsoni pak atë luftën mes mediumeve, apo nuk prekni me mediume? Të bëni ndoshta pak debatin më interesant. Ne jemi të koncentruar vetëm në futboll, mundohemi që ta japim më të mirën. Edhe ne kemi atë pjesën tonë, për cilën duhet ndoshta edhe të kritikojmë, ndërsa nuk e bëjmë mirë. Nuk e di. Dhe kallapa, si është interesimi në Kosovë nga ana e medjave? Shohim edhe atje, do thotë përveç servisit publik edhe mediumet private kanë dhënë hapësirë shumë të madhe, do thotë ligës parë, ligës së dytë dhe zhvillimit të sportit në përgjithësi në Kosovë. Si është atje interesimi për këto për sport? Për këtu interesimi është atje shumë më i madh.
Gazeta e sportit që ceki këtu është edhe në Kosovë, më duket vetëm një, po në për portale shohmi ka shumë gazeta të cilat kanë portale të posaçme vetëm për sport, për Superligën dhe për Ligën e parë. Pastaj atje ka 4 televizione vendore, domethënë Nistinishi, Klan Kosova, është RTK-ja dhe KTV-ja. Gjitha këto programe kanë një orë apo 2 në javë emisione debative me lojtar, me analista, me refer, me delegat, me trajner, përcjellin domethënë pas çdo ndeshje ka një debat apo një analist të ndeshjeve për lojtarët, për refert është një emision i posaçëm, domethënë në çdo ndeshje shohin referi apo ka gabuar ndonjë situatë apo ka pas të drejtë. Domethënë kjo është shumë një hap i madh për futbollin kosovar, thashë tek ne për fat keq nuk e kemi, tash shoh vetëm 2 emisione për momentin, 2 televizione duket Shenja dhe Allsati e kanë, tash edhe ju se e di unë herën e parë keni ndonjë sportist apo ndoshta jam gabim. Kemi pas edhe futbollistë tjerë, kemi pas ish futbollistë. Kjo është futbollistë. shumë Kampionatin evropian të kombëtarës e kemi përcjell gjithashtu. Ecurin e Shkëndijës në kupat evropiane kemi përcjell gjithashtu. Atje është shumë interesim i madh dhe domethënë është kënaqësi të luash në atë ligë për momente, sepse edhe Liga parë, unë ku marr pjesë, domethënë si njëte në Liga 2, njerë në javë është një ndeshje transfer direkt. Domethënë në lojë derbi që është vendi i parë me vendin e dytë, apo vendi i tretë me të katërt, apo prej poshtë. Edhe ndeshjet e Ligës së dytë transmetohet një ndeshje në javë, e cila cilësohet si derbi, apo për pjesën e lartë tabelës, apo për pjesën e poshtë tabelës, ata e cilësojnë si derbi dhe e japin direkt. Këtë drejt duket e ka Radio-Televizori i Kosovës, RTK. Servisi publik. Zotri Sejni, t'i kthejmë pak Ligës së parë, i kemi 3 ekipe të cilët garojnë në Ligën e parë. Kemi Shkëndijën, Renovën dhe Shkupin. Shumë gjatë do thot përflitjet gjatë gjithë sezonit për marrëdhëniet mes këtyre 3 skuadrave. Si janë marrëdhëniet mes këtyre 3 skuadrave shqiptare? Thoni të them drejtën se e di unë, marrëdhëniet Renova me Shkëndijën dhe Shkupin i ka mjaft të mirë, dhe me thënë janë marrëdhënie normale. Këtu nuk bëhet fjalë për lëshimin e pikëve e kjo, pasi që dihet që është ndaluar ajo gjë. Mirë po në gjëra tjera janë krejtësisht normal. Do me thënë, kur vinë këta të ne ndjenë si në shtëpinë e tyre, ku shkojmë në atje jemi si në shtëpinë tonë. Do me thënë, s'ka asnjë problem asgjë, mirë po në teren janë gjërat ndryshe. Kush është më i miri fiton. Keni ndalu disa herë, do thotë edhe Shkëndijën, keni marrë pikë edhe Shkëndijës, edhe Shkupit. Kemi pat mjaft ndeshje që u kemi bë problem, edhe Vardarit i kemi bë problem. Do me thonë, ne si Renov nuk njohim kundërshtar. Ne hymë në ndeshje të lozim 90 minuta dhe të dalim ma të çka e meritojmë. Po meritojmë një pikë, po 3-3. Do me thonë, pastaj planet se me këlluaj, ajo për ne s'ka rëndësi. Në aspektin e korekcijës, do thot pritjet... Pritjet gjërat janë krejt normale. Do me thonë, ne kemi shku në Shkup, ku a dasht shumë a dasht 3 pikë shi Shkupit, mirë po kemi lozur barazim. Dhe në fund jemi përcjellë si vllazën, kemi zgjatë darën njëri tjetri, gjithashtu edhe në Tetov, besoj që s'ka pat asnjë problem më të vogël. Mirë po në teren, ndryshojnë gjërat, s'ka edhe me vllau ndryshon, jo me ekipe tjera. Dhe Demiri, si janë marrëdhëniet mes këtyre 3 skuadrave shqiptare? Ashtu, s'ka dyshim, Meti shumë mirë e ceki, që marrëdhëniet janë shumë mira, edhe nga ana e kryesisë, edhe nga ana e futbollistëve. Mirë po, kur vjen puna në fushë, kur të futemi, atëherë secili mundohet që ta jep maksimum. Keni përcjell disa tensione përveç fushës edhe në tribuna i keni përcjell, kemi pas rast vitin e kaluar, ku shpresojmë që ato skena të mos t'i shohim. Kemi pas ndoshta sezonin e kaluar, por ato janë incidente të vogla që nuk mendoj që duhet t'i përmendim, pasi duhet shkirëm vetëm përpara, për misionin gjanë. Si jeni pritë kur keni shku në Tetov me 2 skuadra tjera, Renovën dhe Shkëndijën? Normalisht. Si e kemi pritë ne edhe ashtu. Kjo është në pritjen si ja bëjmë vllavit, ashtu... Shpresojmë ashtu tjetë edhe në pjesën e dytë nuk besoj që do ndryshon. Leonard,
tensione ndonjëherë shpesh ndoshta edhe shihen edhe në kampionatin kosovar. Si janë raportet mes ekipeve kosovare, atje nuk ka si të ne të cilat ndahen në ekipet 2-3 shqiptare apo tjera. Atje janë gjithë shqiptare. Po tregom si janë marrëdhëniet atje, si ndërtojnë raportet ekipet mes tyre. Po shef aty, domethënë çdo ligë ku ka rivalitet mes ekipeve ka. Ka për shembull kanë si është për momentin Shkëndija Renova për një qytet, ndoshta jashtë fushës janë shok, vëllezër apo diçka, po kur hynë në fushë kanë rivalitet. Ashtu e njëjta është edhe në Kosovë. Kemi dy qytete të cilat kanë nga dy ekipe, kemi Mitrovicën, e cila ka Trepçën dhe Trepçën Tastanon, po ashtu kemi edhe në Gjilan Dritën dhe Gjilanin. Ato dy, domethënë, ka rivalitet mes vetin fush, ka rivalitet mes tifozërisë, sepse kanë dy grupe. Drita e ka grupin e vet, Gjilani e ka grupin e vet. Më duket njëra e ka intelektuale, tjetra skiftere, tash mos më merrni për fjalë, po kanë rivalitet. Domethënë edhe kjo dhe e bën futbollin edhe më interesant. Rivaliteti ndeshja luhet në fushë, rivaliteti shihet edhe në fushë, po shihet edhe jashtë fushës mes tifozërisë. Edhe besoj që nuk ka shumë rivalitet deri në atë pikë ku të ketë incidente apo probleme, po ka rivalitet deri në një kufi të sajuar. Zotëri Seni, po kthehemi pak një aspektit të cilin pak ta trajtojmë edhe shkuarjen e këtyre 15 futbollistëve do thotë në kampionatin kosovar. Si po e shihni ju kampionatin kosovar? A kishit ndonjë ofertë, tash ishte afati kalimtar, kishit interesime prej klubeve të huaja, sidomos prej Kosovës dhe Shqipërisë? Futbolli kosovar është kryesisht në ngritje. Domethënë, janë duke shkuar gjërat në të mirë dhe dan ngadalë po çohet, domethënë ata kanë nevojë për futbollistët tanë, pasi që në aspektin futbollistik jemi më lart se Kosova. Dhe këtë gjë mirë, po Kosova dan ngadalë po jep, si themi, paga të mira për futbollistët, pasi që ne për atë luajmë. Dhe normal që futbollistët janë të detyruar të shkojmë atje, pasi siç e dini, futbolli i Maqedonisë është në një krizë. Nuk mund të them në krizë të madhe, pasi ka 3-4 ekipa që janë stabile, kurse ekipet tjera janë është lart me probleme. Me probleme. Kurse futbolli kosovar tani është në ngritje sipër dhe besoj që do të jetë një destinacion i shumë futbollistëve në të ardhmen, nëse shkon në këtë ritëm që ka filluar. Se përket Shqipërisë, atje veçmo gjërat... Shqipëria veç është shumë më lartë se ne, duken gjërat shumë mirë, po të fillojsh nga stadiumet të cilët po ndërtohen, nga pagat e lojtarëve, nga gjëra tjera, media të gjitha kur i bashkon del se është shumë më lartë se ne, edhe pse jemi shumë afër në territor. Rastin një ekip e Shqipërisë luajti në Kupë UEFA, në Liga Evropa, në grupe, Skënderbeu. Ajo tregon vetë cilësinë e futbollit dhe sa është rrit në Shqipëri. Mirë, po edhe Kuksi edhe ekipet tjera, do thotë të cilat kanë zhvilluar ndeshje në Liga Evropa, nuk kanë rarë më njerë në xhiron e parë. Do thotë kanë qenë, do thotë permanent në ato. Zejdemiri, thamë e përmendi Hyseni në atë aspektin financiar. Sa të shkupi kjo ndikon, do thotë, këto problemet financiare, janë stabilizuar apo akoma ballafaqohen me gjitha ekipet me këto gjëra? Them drejtën, Maqedoni, 50% klubeve, mos themi edhe më shumë, kanë probleme financiare. Të shkupi, sezonin e kaluar patëm disa raste, por gjendja është stabilizuar shumë dhe mendoj që do të bëhet më mirë. Vetëm e shpresë do të ngelim apo do të folni ju për problemet të cilat i keni? Mendoj që edhe me ndikimin e mediumeve, me kualitetin e ekipeve, mendoj që edhe financa do të rriten edhe për synime çka pretendon. Çfarë na ka mbetë të themi të shpresojmë për ditë më të mira. Mirë, po vetëm e shpresë nuk jetohet si duket. Shpresa vdes e fundit. Se kallapa si janë aspekti financiar i rregulluar atje në Kosovë? Atje në krahasim me këtu është pak më i rregulluar, sepse atje e kanë edhe një farë si e kanë bërë rregullore, ligj, të them se ekipet që dojnë marrin pjesë, domethënë të garojnë për ligat e Superliga, por ligat e para duhet ta kenë një buxhet të garantuar, i cili është vetëm për klubin, domethënë vetëm për futbollistët, për punëtorët
që janë pjesë në atë klub. Kjo vetë fakti që disa futbollistë, them edhe trenerë për këtu kanë shkuar atje, domethënë tregon se për momentin ana financiare atje është stabile. Kur një ndihmës selektor, domethënë e lën vendin e punës dhe vjen punon në Kosovë me një klub, domethënë sigurisht që ka diçka. Këtu e jep një farë sinjali që është me të vërtet mirë, përderisa e la pozitë edhe erdhi u bë trener në klubin e Ferizajit. Ndoshta e kam merret apo e kam harru, është Ergjet Beqiri. Edhe Zekiria Ramadani është trener në Trepç. Me siguri se ana financiare dhe pozita ku ndodhet ekipa tash, po edhe ku ishin në përgatitje në Antali, tregon se ata janë shumë stabil në anën financiare. Leonard, jeni gjatë kohë, do të thotë edhe në futbollin në Maqedoni edhe tash e provute edhe atje në Kosovë. Aspekti financiar duket atje më stabil apo këtu te ne duke i përjashtu, do të thotë Shkëndijën dhe Vardarin? Për momentin unë kam pas fatin të luaj futboll në Kosovë edhe kur nuk kanë qenë të pranuar në FIFA, UEFA, ajo ka qenë them thash mos jem ndoshta jashtë, por një farë lloj turniri ka qenë. Vetëm rivaliteti i ekipeve apo njerëzve që kanë financuar futboll, e kanë mbajtur futbollin gjallë dhe vetëm është sill, s'ka pas drejt dalin në Evropë. Edhe ka qenë domethënë më stabile gjendja financiare, por mos të foli tash që janë të pranuar. Ta bëj një krahasim atje me këtu, duke marrë anashkalu Shkëndijën dhe Vardarin, besoj që për momentin atje janë më stabil. Se këtu për shembull 1, 2, 3 paga atje, pastaj tjera t'i vonon, atje nuk e kanë këtë problem. Atje si është puna, domethënë çdo gjë shkon në rendin e vet. Po. Zotëri Saini, pse ekziston çdo herë ajo trysnia e vet futbollistit, do thotë të shpreh ato pakënaqësitë nëse i ka me ekipin, çdo herë po flas. Pse ekziston kjo trysni, duke lënë hapësirë për rregullimin e marrëdhënieve apo pasi që siç e dini futbollistët nuk janë të mbrojtur adekuat si duhet. Domethënë nuk ka një mbrojtje i cili të jetë i sigurt për cilën kur do të fol do të ketë mbrojtje. Domethënë këtu po folet diçka do të largoj ekipi edhe askujt kurrë. Pezullohesh 6 muaj, s'ka as arsye as asgjë. Duket e patëm një rast vjet me Metallurgun. Po, Metallurg. 6 lojtari pezulloj pse ata shprehen pakënaqësi. Edhe federata i dënoi klubi, i dënoi federata, i dënoi edhe mbeten as pa parë, as pa lojë, pa ekip. Ju keni qenë pjesë e Metallurgut, i dini mirë. Po. Domethënë kjo është, se është trysnia e lojtarëve. Mirë, po gjithmonë shpresojmë tani s'na ngel, do bëhet më mirë. Dhe Demirik, është trysni edhe të ekipi Shkupit, bëjnë trysni kështu që mos flitet nëse ka pakënaqësi apo përshkak se ato shkollët e stadiumit çdo herë din gjanat më mirë. Dvisht ata shikosh një ndeshje Shkupin, gjithçka flitet, nga më e mira deri më e keqja. Normal, edhe klubi jonë kemi pa probleme financiare, por kryesisht klubi Shkupit formohet prej lojtarëve të ri, ndaj të cilëve gjithashtu ki obligime. Ashtu pra, por ne nuk mendojmë shumë, nga ana financiare ne e kemi në plan dytë, e jonë është vetëm bëjmë loja, të lujmë sa ma shumë, ta tregojmë veten edhe të shitemi, ta firmohen edhe të ikim sa më larg. Andaj kjo nuk është në plan parë për neve, ana financiare. Mendoj ashtu, po nuk e di. Është befasuese sinqerisht para 2 javë i kishim këtu në studio një ekip të handbollit, Rinia, e cila luan në ligën e parë, dhe kishim edhe basketbollist. Të dy ekipet funksionojnë pothuajse pa të holla. Dhe këtë shembull kur e kanë transferuar tek ekipet maqedonase kanë thënë definitivisht ju jeni për çdo lavdrat që jeni vetëm të ekip të cilët luanin në ligën e parë pas një denar. Kjo ndodh vetëm te ne si duket. Mirë po tash është ai ligji i sportit ku shpresojmë që skuadrat do të kenë pak një stabilitet financiar më të mirë. Leonard, pikthejmë prapa atij futbollit kosovar. Jeni në raporte me të mira gjithsesi, mirë po sa komunikoni me këto futbollistë të cilët kanë ardhur prej Maqedonisë në Kosovë? Komunikimi është, na të gjitha të futbollistët unë i njoh. Me shumicën e tyre kam qenë bashkëlojtar në për disa ekipe.
këtu në futbollin Maqedonës. Më thonë, tash sepse koha pak largësia mes stërvitjeve, është komunikimi pak më i rrallë, po çdo herë kur takohemi apo shihemi është një kënaqësi që jemi së bashku, mblidhemi, ka muhabet, bisedojmë rreth futbollit, domethënë e shoh se gjithë janë të kënaqur. Nuk ka pak kënaqësi për momentin. E tash si rrjedhin, po ne shoqëria kur mblidhemi si futbollist apo dhe jashtë futbollit, gjithkush kur në tavolinë e tregon një hall të vetin. Kur ka kënaqësi lavdrohet, kur ka pak kënaqësi ankohet, ajo ka qenë gjithmonë dhe do të jetë. Po. Së Dërsenit, adi tash ta analizojmë pak fillimin e kampionatit. Nesër ju pret përballën do thotë ndaj Bregalnisës së Shtypit, do të thoni atje, Vardari nga ana tjetër do të ketë përkundërshtar ekipin e Shkupit, Shkëndia do të përballet me ekipin e Seleksit, e cila dukshëm është përmirësuar nga pjesa e parë, ndërsa dy tjerat janë Maqedonia Zhezhe Petrovi me Rabotničkin dhe Pobeda me Pelisterin. Çka mund të presim në gjyra e parë? Gjyra e parë është më e vështirë do thotë për ekipet që të kthehen nga ajo faza përgatitore, të hyjnë atë ritmin final. Si që dini, gjyra e parë ndër gjyrën e tretë gjithmonë janë më të vështira, pasi që lojtarët akoma po e marrin veten duke arrit maksimumin e tyre. Akomodimi shkon më vështirë si duket. Po, normal. Dhe besoj që do ketë ndonjë befasi, po nuk e di, ne si Renov shkojmë mysafir te Bregalnica në Shtyp, ku synimi jonë është 3 pikëshi, pasi si që dini kemi punuar mjaft, jemi përgatitur mirë, Renova tani është në këmbë të shëndosha, kemi një grup të mirë, gjithçka është në rregull dhe besoj që jemi të gatshëm për një 3 pikësh i cili do na ndihmoj për të ngjitur në pjesën e epërme të tabelës. Fillimin e keni disi pak më lehtë, keni sidomos 2 xhirot e para, pastaj ju pret përballje me Maqedonia Zhezhe Petrovin, e cila nuk është një ekip i rangut të fortë. Nuk është i rangut të fortë, po është një ekip i cili do bëj probleme, pasi ka shumë gjelmosha të ri, të cilët duan të luajnë futboll. Normal që shkollat e gjithë ekipeve të Shkupit njihen, të cilët kultivojnë lojtarë mjaft cilësor, dhe besoj që Gjorsha do bësh problem shumë ekipeve, po se morën seriozisht. Janë gjelmosha të ri, po të cilët duan të luajnë, dhe me thonë do të jemi mjaft të koncentruar për të arritur të 3 pikëshi, pasi që edhe më herët të cekëm s'ka, tani çdo ndeshje është finale, s'ka pikat e lehta. Nëse merrni këto 6 pikat, po supozojmë jeni një fillim të mbar dhe rritjen aspiratat. Aspiratat atëherë do të jenë ndryshe, pasi që vetëm do të ndahemi prej ekipeve që do të jenë poshtë dhe do të ngjitemi mjaft lashtë. Në mirë, për dallim prej Renovës, ju pret goxha punë e vështirë. Në xhirën e parë pritni kampionin aktual Vardarin. Çka mund të presim? Se përket lojës së nesërme, gjithë e dini, çdo thot loja Vardar Shkupi, ne si futbollist edhe prej në zvoglim, kur i kemi shiku ndeshje në Shajër, kundër Vardarit, atëherë kemi ndru që një ditë berëm të jemi pjesë e këtij derbi. Andaj, këtu në këtë lojë, Vardari mund të themi është në favorit në letër. Se ju motivon juve çdo herë vetëm Vardari dhe Shkëndia si duket? Po, rivalitetin në mjetë tifozëve, kohën e kalume, edhe tash. Edhe si klubën ndër më trofejshme më. Edhe në xhirën e dytë do të keni shumë punë të vështirë, do ta pritni Rabotničkin, një ekip shumë cilësor. 3 xhirat e para, 4 xhirat e para, ne kemi kundër ekipeve, më themi më të mira Maqedoni, kundër Vardarit, Rabotničkit, shkojmë të Shkëndia, na vjen Renova. Më themi kemi fillimin e kemi shumë të vështirë, por... Pe llogaritni edhe Renovën atje në grupin e të fortëve? Po, normal. Ka një lojë që i cilëson me, si tha edhe mejtë, me pasime të shkurta, me... Ka një lojë më të shpejt, pak që i dallon prej ekipeve ndoshta... Ashtu pra, besojmë që do nxjerrim rezultat pozitiv. Po, Leonard, si pret fillimin e kampionatit këto 2 xhirot e para? Thamë se derbi është kryesisht në xhirën e parë Shkupi me Vardari, ndërsa xhira e dytë është Vardari me Shkëndi. Vardari Shkupi, duke marrë parasysh për lojëve të kalume, edhe pse Shkupi ka qenë në aspektin futbollistik ndoshta pak më i dobët se tani, i ka bo problem Vardarit, i ka marrë pikë,
E tash me këto përforcime, unë jam fëmijë i atij klubit dhe shpresoj që nesër domethënë fitimtar del Shkupi. Edhe me përforcime që e ka bën, me lojën që e kanë, thash duke u bazuar ato në ndeshjet e kaluara se me ekip më dobët i kanë bërë problem më shumë, besoj që me këto përforcime jam i bindur se kanë shansa që të triumfojnë. A duke e pa lojën Vardari me Shkëndijën, janë dy ekipe shumë cilësore, domethënë me kushte shumë të mira. Kur i shoh këto dy ekipe më duket si në të kaluarën në kampionatin shkocez Celticu me Rangersin, rivalitet që kishin edhe u dallojshin prej ekipeve tjera, qysh në xhiron e 10 apo 15 them. Kryoshin atë diferencën e kryoshin mes veti, edhe vetëm ata dyja mes veti luftonin. Shkëndija ka me të vërtet një ekip cilësore, domethënë duke mos anashkalu Vardarin, edhe tash me trener të ri. Besoj që ky do të jetë një motivim shtesë për Shkëndijën, duke ditë se dy lojat e para më duket apo trisa i kanë humbur të trijat, nëse jam gabim, po dy humbi i kanë në një barazim. Shpresoj se tani kanë motivim shtesë edhe me trenerin e ri, edhe lojtarët që kanë ardhur, domethënë kanë dëshirën që të tregojnë se vlen për ato shuma që kanë ardhur. Besoj që Shkëndija do ta fiton atë ndeshje. Po. Shpresojmë që pikë pari do thot publikut na kthehet nëpër stadiumet tona, e dyta të kemi një kampionat të mbarë, shëndetit na prin gjithë futbollistëve sidomos, dhe të kemi një kampionat cilësor ashtu cilën e meriton do thot Maqedonia. Zotri Husseini, zotri Demiri, zotri Kallaba, unë ju falenderoj shumë për kohën që ndajtët dhe ishit mysafir në studion Hapur në Gjumë Shqipe. Faleminderit për ftesën. Ndërsa ju shikues të nderuar, ju falenderit shumë për vëmendjen, takim të radhës ju le të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18. Deri atëherë mirupafshim.